Mirë Roma, Lidhja Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka qenë vendi më ideal për të rinjt, edhe pse ka përjashtime. Të ftuar sot në studio kemi Arban Abrashin, i cili është edhe Benjamini i kësaj partie, qeverinë e Kosovës, por edhe brenda partisë. Arban, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A është vështirë më qenë i ri në LDK? Nuk është as vështirë. A është edhe dikush tjetër i ri përveç teje? Po mendoj që ka të ri. Ka të ri, po u kriju në perceptim. Pse u kriju në perceptim? Po ndoshta se partia më e vjetër shtetëformuese. Ka gjatë do vite ju kam bërë LDK-s, po mendoj, për nga vitit 89 funksion. Edhe është kriju që partia e vjetër, por realisht nëse shiqen qoftë në kryesi, po qoftë edhe në qeveri, cilët jemi të përfaqësuar janë 3. Kemi ministrin e financave, cili është mos gabosh atash, përmendim moshën, por diku rreth 40, as 40 ndoshta nuk i ka. Po do të thotë e krijon një farë përshtypje që është pak më i vjetër se sa realisht. Po pra përshtyri. Ndoshta temën e ka serioze e përshtypur duket. Po tema e financave bëhet. Ministri i Kulturës, kujtimi Shala, gjithashtu është gjithashtu i ri. Zavencia ime, Rita është e re. Domethënë ka shumë të ri, po u kriju edhe është detyra jona. Ajo çametet pa reformume duket kryesia e LDK-s. Aty është pak problem me shtikamën të rit, sepse kryeministri Mustafa është e vërtet ka kriju toleranca, pra e ka mush ekzekutivin me të ri, mirë po jo ta zonë dhe kryetarët e degëve, jo edhe kryesia e partisë. Po, okay, në kryesi mendoj që është një përfaqësim i mirë e trive, se këta emra që ti përmenda janë edhe aty, jam unë, ministri kujtimi, Shala, ministri Abdullah Hoti, është Rita, është Besa Zoga, ka shumë të ri. Tek kryetarët e degëve është një strukturë tjetër përfaqësuese, sepse edhe vetë forma e lobimit ndoshta e bën që ndoshta të rit mos të gjejnë veten derisa të rit të gjejnë veten në përforume rinore. Po edhe në moshë mesatare të kryetarët e degëve prap nuk është moshë shumë e vjetër, mendoj që 40-at kish me qenë 40-50 është ajo mesatarja që i prek kryetarët e degëve, nëse kishim me marrë. A besoni që në të ardhmen ose në zgjedhjet e ardhshme komunale, sepse që jemi sinqert, LDK e humbi Prishtinën saktësisht ndoshta edhe për shkak të moshës, sepse e humbi kontaktin me një pjesë të madhe të qytetarëve, që LDK nuk e ka besuar që do t'i ndodhë kjo. Pra, vetëm në momentin e fundit e ka pa që megjithatë nuk janë tallë, por kanë qenë pak a shumë cinik me pjesën më urbane të Prishtinës. Edhe ajo në fund i kushtoi LDK-s. Pra, a do të përmirësohet ky gabim në zgjedhjet e tjera? Po, unë mendoj që kjo çka po shihet tani në ekzekutiv, siç e thatë edhe ju që disa të ri aty, edhe hapësira që ka kriju kryeministri Mustafa për ne, besoj që kjo do të reflektohet nesër edhe në zgjedhjet lokale, qoftë kandidatura për kryetar, qoftë edhe kandidatura për asambleje komunale. Domethënë është një mundësi që ne nuk duhet t'ja lojmë fatit, po edhe ne të rrit një mënyrë vetëm me lobu më shumë edhe me kërku më shumë hapësirë. Po, në anën tjetër tash përveç këtyne, po ndalim edhe pak te kjo temë. Është e vërtet këta emra, mirë po kur flasim për LDK, para zgjedhjes mendojmë kryetarin Mustafa, zotin Agim Veliu Podujevës, Lutfi Azirin e Gjilanit, Sabri Hamitin këtej, pra LDK të rit ka filluar mu prezantu mirë po jo aty ku merren vendimet. Ata janë edhe matutje, si më thonë, funding fathers të LDK-s edhe që vendosin për temat më dhaja. Është e vërtet që ata janë nën kryetar të partisë. Do të thonë zotëri Haziri, zotëri Veliu, zotëri Hamiti është antari i kryesisë, edhe më shumë me çështje percepcione. Çfarë do vendimi që mirët parti arrihet me konsenzus. Edhe ka debat jashtëzakonisht frytshëm në për takime degëve. Në takime të kryesisë. Takime zgjasin disa orë, edhe realisht secili e merr fjalën edhe sqaron opinionet, idetë e veta për çfarë do çështje që kemi. Çdo çështjet e fundit, edhe kuadër çështjeve që ndërlidhen me partinë, funksionin e partisë, përfaqësim me gjitha, po edhe çështjet politike që kalojnë. Kështu që për percepcion mundë me folë, është e vërtetë. Mendoj që duhet punohet më shumë te ky percepcion, por realisht shumë prej neve trive që jemi aty japim kontributin edhe shpeshherë dëgjohemi. Shpeshherë edhe nuk na prishin. Po se ti tash je shndru pothuajse në një lloj epicentrit kur flasim për trin LDK, mendojmë në Arban Abrashin, sepse kujta ministri i kulturës, megjithatë duket pak më edhe ministri i financave, po ajo që ka një farë lloj kimie e komunikimit në mes trive, ata shpresojnë ty. Ajo që po vlitet shumë në për qytet Arban është që ti mundesh me qenë edhe kandidat i arshëm i LDK-s për komunën e Prishtinës, për kryetar të Prishtinës. A ka pyetja e kush, a vetë po vendosin? Jo, mendoj që ende po flitet jashtë strukturave. Njerëz kanë drejt me fol, janë ide të cilat dalin publik, edhe njerëz
diskutojnë, ka shumë emra që përfolin. Tash mos përmendi, po janë disa tjerë, po. Edhe vinë veshin tim, por në struktura, qoftë edhe në struktura të degëve të Prishtinës, po edhe në kryesi nuk është diskutuar ende për emra konkret. A do të pranoj të diskutoje për këtë çështje? Tash, unë nuk jam natyrë që imponona. Unë mendoj që kam një detyrë që ka shumë përgjegjësi, është një për ministrive më të mëdha, me një buxhet më të madh, prej kategoritë më të cenuara të shoqërisë tonë dhe po mundona me dhënë një maksimum aty, besoj kur vjen koha mu diskutu për ato dhe do të jam pjesë e diskutime. Por në parema mendon që do të më konë një rim ju kundërvu Shpend Ahmetit vetëvendosjes? Po mendoj që kërkesat e qytetarit Prishtinës është për dikën të ri. Për dikën të ri. Dikën të ri. Ti edhe zëdhënës i partisë, apo? A vazhdo i qeverisë, apo? I qeverisë jam në ikje një farë. A në ikje? Në ikje, le të themi, ose në largim. Është Fatoni cili ka marrë detyrën e këshilltarit për media. Faton Abdullahu. Po, tash derisa të akomodohet me pozitën, për momentin jemi të dytë duke luajtur atë rol, Fatoni duke marrë çdo ditë më shumë e më shumë kompetenca. Kjo është fryma e cilën përshkret. Njëna prej temave që edhe Matuti s'ka kalu, pra na ka met një elefant në dhomë është demarkacioni, i cili tash nuk e dim u tërheq, nuk u kthy ku keni lënë ligjin. Ligji është qeveri, është një prej temave të mëdha. E qysh kjo kur tërhiqet shkon e merr komplet fizikisht edhe që në qeveri, apo? Është kërkesë zyrtare, kthehet qeveri, mund të ketë ndonjë ndryshim, diskutojmë qeveri, sepse kryeministri ka pas diskutime shtesë në ato zona, besoj që edhe këto ditë tani pasi është këtu nga New York do të vazhdoj bisedat me qoftë me grupet të interesit, qoftë me institucionet, qoftë me banorë të atyre zonave, me asamblesë komunal, me kryetar të komunave të zonave që preken në shenzim kufimit demarkacion, edhe shumë shpejt kthehet në kuvend me ndonjë ndryshim eventual. Domethënë ende nuk është diskutu në qeveri ose nuk është propozuar ndonjë ndryshim. Pa mbetet shijetore. Kemi po në takime me policinë, me distribucionin. Kostin, po. A janë fars këtu takime? Po morrin. Nuk janë fars, unë kështu të garantoj me bindje të plot, edhe profesionale, edhe politike, le të themi se në disa prej takimeve dhe unë kam marrë pjesë, ku janë ftu institucionet e Kosovës, qoftë publike, le të themi, qoftë qeveritare, qoftë jashtë qeveritare, por publike, cilat kanë punë në teren, le të themi, kanë shtrirje nëpër komunat Kosovës, sepse ofrojnë shërbime të ndryshme, qoftë agjencioni pronave, qoftë policia kufitare, qoftë kosti në këtë rast, agjencioni kosovari privatizimit, sepse ka prona në tërë Kosovë. Gjitha këto institucione janë ftu me vetëm një ide që të ofrojnë informata sa më të sakta për pronat, shërbimet, cilat i ofrojnë në atë region. Edhe në mënyrë që të shohet se mos kanë çfarë do të dhane se për tek Sofie që është pajtu komisioni qeveritar, ekziston një pronë cilën këta e kanë menaxhu, ose kanë rregullu, ose e kanë shërby. A ka dorë diçka që se kena ditë për këtë në takimeve? Realisht asgjë. Realisht asgjë, sepse komisioni qeveritar tash më kthy pak në histori, ka punu për 2-3 vite edhe i ka shterë këto. Por temat e mëdha, jo veç të na. Mendoj që krejt Ballkanin këto temat e mëdha që lidhen me nacionalizmat e prum, këtë tradhtar ajo tradhtar, zgjojnë kurreshin e qytetarëve edhe janë tema të rënda. Realisht kjo po mendoj që pas pavarësisë po që është një prej temave më të rënda së bashku me gjykatën speciale, cila po merr shumë energji gjitha institucioneve. Këto tema të mëdha që përmendet te elefanti, këto duhet mbyllen era për gjithmonë, sepse duhet i hapim rrugë temave të vërteta të mëdha. Temave vërteta të mëdha është zhvillimi ekonomik. Ne duhet të sjellim investitor, ne duhet të përkrojmë. Po zhvillimi ekonomik është pak problem mu shndrun temë të këndshme për opinionin. Të këndshme se nuk sjell vota, nuk ka populizëm. Është ja religioni, ja çështjet patriotike, këto janë çështje. Fatkeqësisht këto tema po dominojnë shoqërinë tonë edhe nuk po i bëjnë hajër hiç. Edhe një herë te demarkacioni, ajo që më ka met mund kry, pra si një njeri që ka është në kontakt me informatën çdo ditë, nuk është që marrë vesh shumë për katastrave. A din kjo çështje mundesh më thonë e kanë ndonë me katastra, mundesh më thonë. Pra ajo që ka pas me të kry është një ish zyrtar i lartë që thoshte me asfalt, e kena shtru na edhe ka qenë Millaku Ramadana, si di si quhet, thoshte që e ndonte demarkacionin, thoshte sepse Kosova ka shtru asfalt deri atje, edhe Malazes të kanë shtruar dhe ja merr kemenja që aty është për shkak se në Çakor sepse deri atje kena pastru asfaltin.
A ki përgjigje për këta? Që po flasim, po kthejnë edhe njerë të kriteret edhe sa e rëndësishëm më përcaktimi kriterit. Kadastral, këtë rast. Nuk është një kriter që kemi vendos ne, është një kriter i cili vendos nga Komisioni Badinterit gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Pse? Sepse janë dhënat më të sakta të ndarjes së pronave mes qyteteve, mes pronarve, mes republikave edhe krajinave atëherë. Ish Kushtetuta e Jugosllavisë 74 përcakton që është territori e një krajine republike, edhe Kushtetuta e Kosovës 75 përcakton çka është territori i Kosovës, këtë është tërësia territoriale e komunave të Kosovës, sipas katastrave që kanë në pjesën e tyre. Tani, shumë shpesh u shpërmend jo në hartat topografike, jo ka tokë të askujt, jo shërbimi që është ofru, si kurse këtë rast ushtru asfalt që ka thënë kështë. Por është kriteri katastral ai përcaktues që ka përcaktuar. Me Macedonia kanë përdorur si kriter katastral. Po, këtë kriter katastral. A je sigurt se tash plus në rezolut kombeve të bashkuara që kanë pas ka shi këto si shtesë. Tash pse është më rëndësi? Kriteri katastral. Për pos demarkacionit me malin e zi, ne kemi me pas demarkacion edhe me Serbinë. Paramendoj që se ne bëjmë precedent edhe ndryshojmë kriterin. Ne me vullnetin tonë. Cili është kriteri cilin kemi përdorur me Serbinë? Qofse nuk e përdorim katastral. Qofse përdorim kriterin natyror, Serbia mund me thonë ura e Ibrit edhe përgjatë lumit Ibër është kriteri natyror. Ajo mundet me qenë. Qofse përdorim kriterin ekonomik, mundet me thirrë investimet që i kanë bërë të kaluar në Kosovë me kërku më shumë. Qofse thirrën kriterin kulturor, mundet me thirrë qoftë bareza, çka do të qoftë kulturore që kanë ata dhe më thonë deri këtu kërkohet kufini. Prandaj ne duhet dim edhe të jemi shumë sinqert karshi vetes, edhe shumë kujdesshëm në çfarë avanture po hym. Qofse ndryshohet kriteri katastral, cili ka me qenë kriteri me Serbinë. Nuk mundet të përdorim një kriter me atë, një kriter me një shtet tjetër, sepse hym avantura. Edhe kriteri katastral është ai që përcakton më së sakti pronat. A ka pas përjashtime një po tash sigurisht nuk e din për krejt Jugosllavinë, mirë po. Po në gjitha republikat e kanë përdorur kriterin katastral. Vetëm kriterin katastral. I kemi një problem Kroaci, Sloveni, ku nuk përputhen katastrat për disa metra, edhe në kufi bregdetar, edhe në kufi të Danubit, sepse në Danub kur është përdor kriteri katastral, është përdor via rrjedha e lumit, ka ndryshu sepse është gjatë edhe është kriju një udhëheqës apo dy në atë rrjedhë, tash kujti ta ka drejt, po gjithmonë është përdor kriteri katastral. Prandaj kryesore është se çfarë avanture po hym na nëse ndryshojmë kriteret ose kërkojmë kritere, ose harta topografike ose tjera, sepse shumë institucione kanë prodhu harta. Edhe gjithkush mund të sjellë një hartë. Institucionet e ushtrisë sjellin një hartë, institucionet e policisë sjellin një hartë, institucionet që janë marrë me bujqësi ose blegtori mundën me pas harta tjera, po janë institucionet katastrale, ato që kanë ofru fatmirësisht në ish Jugosllavi saktë se kujt i ka taku prona. Numri i madh i qytetarëve tanë të Kosovës, të atij regioni kanë shfrytzuar pronat që tani është Malizi, por gjithmonë kanë pagu taksa qoftë në Plavë, qoftë në Rëzhaj, qoftë në Berane, edhe ato dihet. Plus i kanë bërë kërkesë komisionit tonë parlamentar para 3-4 vitesh që të arrihet një lloj marrëveshje me Malin e Zi që të shfrytëzojnë ende ato sepse kanë filluar ka pas kontrolla policore më të shpeshta dhe shpesh janë ndaluar dhe kanë kërkuar që ketë një marrëveshje ndërshtetërore për ato. Domethënë e dinë që këto prona kanë qenë atyre, por jemi hyrë me një kurth të nacionalizmave të prum, edhe realisht për dëmtojmë vetëm shtetin. Pse nuk po arrini mi bind jo krejt Kosovën, po deputetët e juaj? Jemi duke punu edhe me ta. Sa kanë qenë kundër, një 8-9 kanë qenë kundër për mduke? Mendoj që ma pak kanë qenë. Ma pak. Tash, shpesh herë, kjo ka të bëj të këto hutit ose kurthet. Apo tutën ata prej vetëvendosjes edhe prej akes, unë këtë përshtypje kam, pra janë të intimiduar në një farmase. Ka deputet, ndoshta edhe të komuniteteve që janë friksu. Nuk e di prej kujt, po janë friksu edhe kanë thonë edhe mu vetë personalisht, në atë ditë nuk kam e qenë këto heq. Nuk kanë të regu, nuk janë hyjë ma fell, unë i kam sugjeru, po edhe tjertë i kanë sugjeru që mi lajmëru policinë, për çfarë do dhe kërcënime, nuk e di si kanë vepruar. E deputet mbrana partisë juaj, ka të friksu mbrana partisë? Nuk e besoj që ka të friksu. Pse po besojnë pra ata me një send ku ti mundesh fare thjesht m'ia shpjegu? Po çështje bindjesh, domethënë disa mendojnë që janë te kriteret edhe tek bindjet edhe teoritë kanë ndryshuar shumë herë. Edhe unë kam pa edhe në takime me lider të opozitës ose përfaqësues të opozitës, një pyetje që kam pas shumë sinqert ka qenë se
është tokë e askujt edhe pse ne nuk kemi pretendu. Mandej, ne kemi dashur të dhëmë vetë personalisht me thirr komisionin, me thonë, kom një pyetje për X deputete. Po, se thoshin që asmalizis s'ka katastër. S'ka katastër, edhe komisioni ka sjell përmes meje, ose direkt atyre deputetëve, ose përfaqësuesve të opozitës, libra kadastral nga 30-at që kjo tokë, që tani përputhet, andej kufiret, ka një pronar nga vitet e 30-ta. 20-ta, 50-ta, 70-ta, madje edhe kur formësu kushtetuta e Krajinës së Kosovës atëherë, ka një pronar i cili ka pagu taksa rregullisht, edhe është evidentuar si pronë e tyre tri pronave. Se është pak e pa natyrshme, pra kufini me qenë gjysmë bjeshkës, ose qenë... Ajo është tjetër shka. Tash këtu unë plotësisht pajtona që se na ka mësuar syni më thonë që atje kufini. Ashtu, praktika ndërkombëtare shënzimit kufirëve, demarkacionit, janë zakonisht to kriteret që mirë natyrale, ose majat e pjeshkëve, kodrave, ose rrjedhat e lumeve. Kjo është në 2-3 pika nuk është e tillë. Në pyetjen e kom pasur për komisionin, pse të liçeni nuk është ashtu, se si ka ndodhur ashtu, ata e kanë dhënë një sqarim, cilin e kanë marrë gjatë hulumtimeve të arkivave se ka mbet ashtu. Tash këtu janë dy çështje. Një është se nuk është formë e shënzimit e demarkacionit, po është formë e shënzimit të kufinit mes dy entiteteve, në rast mes dy republikave. Një kufinit administrativ që ka ekzistuar, jo një kufi shtetëror. Tani po formohet shtetëror. Domethënë nuk ka qenë praktik gjatë shënzimit të kufive administrativ të shkohet në për këto, po çush ju ka brenda një shteti. Po, se ka qenë pjesë si kufit komunave. Ashtu. Pyetjen përgjigjen që e kam marrë për punën e liçenit, sepse edhe vetë e themi jo shqetësuar se kom dash sqarime shtesë pse kjo ka ndodhur, sepse ka pas kërkesa nga pala malazeze, po flasim kërkesa që munden me datu viteve 50 ose 60, mandej janë futur si ligje në 74-75 që kullosat të shfrytëzojnë liçenin për ujë. Do të thonë edhe atëherë kanë bërë një vije cila realisht jo natyrale, por është vendos si kufi mes dy Krahinës këtë rast edhe Republikës, është vendos. E mira gjithë kësaj është që ligji ose marrëveshja lën hapësinë për korrigjim. Ligji dhe marrëveshja lën hapësinë për korrigjim, edhe kushdo që mundet me pas fakte shtesë për pronë që ka mbet atje, ose një devijim jo natyral, komisionet duhet ulen edhe gjejnë zgjidhje për ata. A keni qenë komunikim gjatë kësaj kohe me qeverinë e Malit Zi ose me autoritetet? Kanë qenë autoritetet, Ministria e Punëve të Jashtme, ka qenë kryeministri, ka qenë presidenti. A keni njoftuar që po dojna me ju shpall lufta najsan me këto deklaratat e Kurtit? E kanë kuptuar edhe ata përmes mediave, jona ka qenë me sqaruar që nuk kemi kurfar pretendime, edhe jemi shtet fqin, ja dojmë mirën njëri tjetrit, edhe shteti Mali Zi nuk ka problem me institucionet e Kosovës, është një pakicë politike e cila po shfrytëzon metodat populiste për me arrit qëllimet e veta të brendshme. Çështja është me një çorsokak po thuj se o tërheq ligji, o tërheq marrëveshja, Gjukanovici deklaroi është i gatshëm edhe për arbitrazh. A ka mundësi na çet marrëveshje që më zhduk këtë problem që e kena para vetës, me qu në arbitrazh dhe le të vendos arbitrazhi. Pra, cila është rruga për me qu dhe atje? Tash po flas vetëm kapacitetin personal, sepse është vendimi i qeverisë dhe i kuvendit nesër ka me qenë. Unë mendoj që marrëveshja e tanishme, mos gabofsha neni 11 i lën hapësinë për korrigjim, nëse dy palë pajtohen. Edhe këtë rast ne kemi pa që pala malazeze ka vullnet më ulë dhe me diskutu prap. Çka do që ja merr mendja neve ose një grupit interesit se duhet diçka ndryshohet, edhe është e gatshme të ulet. Domethënë u shku edhe nivelin më të lartë ku mendon arbitrazh, po flasim ku palët ekziston vullneti edhe mundësia ligjore që të ulen dhe diskutojnë. Po mendoj që kjo është rruga nëse ne pretendojmë, dikush pretendon që ka punon dikush në çat drejtim, që më ulna me tash jemi para një situatë. Me marrëra mushin, më thon hajde edhe ti ulë fol me ta. Po, tash jemi para një situate ku Mali Zi e ka kalu në kuvendin e tij, edhe si kërkesë ose si nevojë e brendshme raport me antarësimin e saj në NATO. Edhe ne duhet me respektu këtë. Ne kemi një kërkesë brendshme që vjen nga faktorë jashtëm që ndërlidhet me viza. Unë shumë sinqerisht mendoj, pa të prutar këtë fjalë sinqerisht, që ne rrezikojmë shumë nëse nuk e marrim dritën e gjelbër sa i përket liberalizimit të vizave këtë vit.
u kriju një momentum, në rrethon historike, ku Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian e ka dërgu kërkesën, Parlamenti Evropian realisht e ka një farloj qëndrimi pozitiv, që ne me këtë grupin e shteteve të marrë liberalizim, për shkak një padrejte që ka bo 2 milion qytetarëve të Kosovës, edhe ne duhet me shfrytzu këtë momentum. Kriteri është, i thonë shumë sakt në udhërëfys, nuk jemi ne ata që kemi caktu kriteret, është Bashkimi Evropian, ajo është storje veti, pse neve për na dëmtojnë, pse neve për na ngërkojnë, është tek e tërlivit, mere ose mëse merë. Kjo duhet mu kry, pse ndoshta i duhet malizi, po ndoshta dhe zdojnë me... Po dhe se shteti ka specifikat e vetë. Edhe ndoshta dhe zdojnë me importu probleme sikurse Kroacia me Slovenin. Këta së paku ma ka thonë mu një zyrtari bëjes, ne kemi pa gabimin që u bo malizi Kroaci, kem të lashës, po dojmë me importu, kry një punë e demarkacionet që e fësoj do një vizat. Qose ne humbim momentumin këtë vit në Parlament Evropian, vitin ashëm ka zgjedhje në Francë, ka me pas zgjedhje edhe në Gjermani, ka dhe probleme tjera, do më thonë edhe Gjermania tani pe hub këtë përkrajen që ka qenë pak si liberale karshi migrantve, edhe ka tema shumë atë mëdha se sa liberalizimi për Kosovën në BE, në Bruksel, edhe në Parlamentin Evropian. Qose ne e humbim këtë momentum, nuk e di kur i vjen. Po dhe veç Arban, kjo nuk është çështje e opozitës, është çështje e koalicionit. Ashtu, kjo është çështje as e koalicionit, kjo është çështje puro shtetërore. S'është agjencë veritare. Jo, po Joe Biden tha një grup i vogël opozitar është. Jo e keni numrat, po pse? E kem numrat. Se po tani më mbind mu, kush më më mbind partinë e juaj. Pra nëse ju s'muni me kalu. Po kthejnë atë çka thotë se nëse ju s'muni me kalu çet tim, ju nuk e meritoni me qenë me udhëheq vendin. Pra e keni numrat, që në vendin zgjedhje, edhe mos na marrni peng, le të vjen një klasë re politike, le ta marrin ata. Pra ju koalicion më të madh qeverisës nuk mundet me pas. Nuk mundet me pas. Po është vërtet, ne po punojmë me gjithë deputet që mi binë, që Kosova nuk humb tokë, se këto kanë qenë kufit me cilët ne kemi shpallë pavarësinë, edhe kemi obligime ka shi planit asesarit cili tani veç është shkri në kushtetut, për të i kësaj, me që tanë cilët ne thirëm çdo herë në ta, kanë dhënë garancione që Kosova nuk humb tokë. Nga State Departamenti, nga një komision ndërkombëtar, nga zavens presidenti SBA-ve. Unë nuk e di edhe kush duhet me garantu këto që na me thonë. Po dhe po nuk është më çështje, nuk është çështje e na nuk i na ka ngoj më njëri tjetrin me na bind, po çush m'ja kthy. Pra na kur folëm aktualisht si shoqëni nuk ngojën e ty që më mandumenen. Veç me qit keq. Çka kam të thonë unë ty manena, që kjo është këtë ideja. Qose ne hym zgjedhje, ne humbim këto që thatë ose që thashun e më herët momentumin që ju kryu në Bruksel. Çfarë do zgjedhje ne e dim që i merr praktika tona fatkeqësisht kanë qenë një vjet. Po persona rastin më ideal 6 muaj, minimum 6 muaj, prandaj ne e humbim procesin ose liberalizimin e vizave për qytetarët. Kjo është shumë e padrejtë karshi qytetarëve, ku klasa politike ose deputet nuk pajtohen me një çështje që është interes shtetëror, nuk është interes qeveritor. Patjetër është interes qeveritor, po është për te interesit të koalicionit ose interesit qeveritor, është interes shtetëror. Përpos liberalizimit vizave, ne po shënojmë ose po vendosim themelet e kufive ndërkombëtar që t'i veni që i kem shpallë. Edhe kjo ka shumë rëndësi, ka shumë pesh, ku ne po e vendosim themelet e kufinit me malin e zi. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe liberalizimi në anën tjetër si një momentum, edhe është e tmerrshme kur shpesher dëgjoj bindje se jo duhet pritet, jo ajo teori, jo kjo teori, jo ka pas tokë të kërkujt, jo tani jo ka tokë të kërkujt, po është dashur ashtu, seriozisht është për të rregojnë atë vetën shumë pa aftë me ndërtu shtet. Kur do të kthehet në kuvend? Shumë shpejt. Parlamenti Evropian mos gabofsha, ka seancat e para në gjysmën e parë të tetorit. Ne duhet me dhënë signal para tyre që kemi ndërmarrë diçka. Ajo diçka është, ja votohet, ja zvotohet. Ideja është me punu me kalu, edhe unë mendoj që partnerët të koalicionit po punojnë grupet parlamentare. Nëse s'kalon, a do të më pas zgjedhje në vendin tonë? Nuk e di, nuk kam përgjigje për këtë, nëse s'kalon. Në kapacitetet personale, a beson që ky koalicion ka kuptim me vazhdu, nëse nuk mund me procedu një çështje të tillë? Unë mendoj që do të kaloj. Ti mendon që do të kaloj? Do të më bëj çmos që më kalu. A do të kthehet, a u kthy? Edhe ka mundësi tjera, domethënë, siç e parashe marrëveshja, cila është në shkru, që palët mund të ulen edhe diskutojnë për
Thamë për ndryshime, po për çështjet ngritura dhe madje le të rrjedh. Po të koha shumë e shkurt, pra. Koha shumë e shkurt, ne duhet të reagojmë shumë shpejt. Nuk kemi kohë, më mendoj që qytetarëve ja kemi bërgj liberalizimin e vizave, se klasë politike gjithë. Po të veç po t'ingëllën shumë, shikon, ajo që ka t'ingëllën shumë e keqe, ose e dyshimt, po, dhe me po dojna më shit tokë për viza. U dolë sepse e kanë shit pseudopatriotët ti. Po. Pseudopatriotët e kanë shit. Si tash se në qytetarë që e vetë, t'ja lej vizat veç mas na hek një tokën. Thush që këto çështje janë klivëna. Që një paradoks tjetër. Një paradoks tjetër. Një deputet, tash po hin në emra, po jo e dini, po mendoj publiku e din, është i asaj zone. Familja e tij ka punu me biznes edhe të druve, edhe kanë marrë drun ato. Edhe ai del publikisht edhe thot, unë e di që kufiri është rregull, por zguxoj me votu. Po. Derisa kemi një deputet tjetër, një zonës tjetër që thot kufiri nuk ka rregull, por unë kam me votu. Po. Domethënë u kriju një paradoks edhe një amulli shumë e madhe. Po të njëri thege moralisht po kërkoj çatje më kon tek ja, vjen se thege kjo nuk është syni aty të ke mirë më kon biesh. Unë mendoj që duhet debat brendshëm partijak, partnerëve të koalicionit, po edhe debat i liderëve, ato që ka kaftuar edhe kryeministri, edhe kryeparlamentari, edhe presidenti, edhe mes aktorëve politik, që së paku të qetësohen gjakrat edhe mos ketë kësi cilësime, këtë radhtar, shpëtimtar, po është. Shpëtim Bulliqi, po, i cili e nisi, po mënej. Po është nismëtari i krejt saj. A planifikon, a do të mbetet në LDK? është vendimi i organeve. A vjen mbledhjet grupit parlamentar? Po. Edhe mbledhjen e fundit ka 2-3 javë, mos ka bërë. Ose ashtu diçka, ka qenë aty dhe i ka prezantuar idetë e veta, sepse mendon që ky kriter nuk duhet mu përdor, po ky tjetër kriter, por pra, pjesë e debatit brendshëm. Okej. A u kthy kryeministri Mustafa për Amerikës? Po. Çush kaloi? A ishte vetëm fotografi me Obamën, a kanë arritur me? Jo, ka qenë pjesë e takimit, cili është aranzhuar shumë më herët, edhe kanë pasur edhe diskutime. A u kthy me energji të reja për atij? Po shpresoj që me mesazhe të reja. Me mesazhe edhe me përkraje. Edhe me përkraje. Për asociacion tash se kena harruar asociacionin i cili është po aq interesant, edhe pse ajo është e mira që s'është lidhur me viza, pra mund pret edhe në ditë. Asociacioni është një qëndrim cilin e ka edhe ministri Tahiri e ka dhënë disa herë, po është edhe realisht është qëndrimi i qeverisë që kryen disa obligime të Serbisë që kanë bërë, që kanë të bëjnë me energjinë, edhe telekomunikacionin, pastaj hym në çështjen e asociacionit. E mira gjithë asociacionit është se gjatë marrëveshjes, cila është nënshkruar edhe është të themi është debatu derisa është arritur e marrëveshje, organ mbikëqyrës, le të themi, jo organ mbikëqyrës se po tingëllon shumë vrasht, po një lloj organi i cili mbikëqyr tërkët obligim ton ndërkombëtar, se është obligim ndërkombëtar. Kushdo që e ka lexuar planin e atisarit është që është aty, pastaj është më një marrëveshje më hershme edhe tani po merrem në formë konkrete. Ne që është, besoj që është arritje e ekipit ton negociator që ka arrit me fut gjykatën kushtetuese si mbikëqyrës të këtij asociacioni nëse prek ose ndryshon rendin kushtetues Kosovë. Prandaj, unë këtë është ose një çështje e cilës do t'i vijë radha, edhe rreth kësaj u ngrit shumë pluhën, shumë nacionalizëm i tepruar, por këto e kemi pa realisht edhe me juve kur flas, po edhe me tjerë, si farlloj nacionalizma, si farlloj frika të instalume, kemi pa për gjatë tërë kohës. Më thonë, që nga Rambujeja, mëse në shumë se nuk dërhim NATO, madej gjatë pavarësisë, jo mëse në shumë se mbesim cong, madej të fundit e kem mëse votoni prezidentin se mas një javë shkojmë zgjedhje, ose mëse formoni komunat e reja sepse kështu lidhet Serbia, qa shojmë sot, kemi komunat të reja, Graçanica, ku shumë qytetarë të Kosovës, shqiptarë, marrin shërbime, ndërtojnë, punojnë si një komunë e tyre. Kjo është normale partitë ekstremiste me pas kësi qasje. Po partia me ta marrë partinë tonë, pastaj me partinë tonë me t'i bloku proceset, kjo është risi. Kjo është, tash njerëz shpeshherë binë kurth të nacionalizmeve të tillë. Edhe jo vetëm Kosovë, po kjo ka ndodhur përgjatë historisë edhe vendeve të mëdha. Do thonë fashizmi, nacizmi, kështu ka nis. Ka nis me kësi tema të mëdha ku i ka prek njerëz në shpirt në farë mënyre. Çka po du me thonë është që Kosova ka arrit një progres të madh për 20 vite. Dikush se sheh, dikush e sheh.
Këta që nuk dojnë me pa, kanë iluzione edhe pretendojnë për diçka që është realisht e pamundshme në këtë konstelacion politik evropian ku na jetojmë. Tash, e përmenda ky farlloj presioni sepse di çfarë presioni ka pas ish ministri pushtetit lokal Sadri Ferrati. Thonë presion, tatashëm edhe në familje, sepse pendon Kosovën, Peshet, Mitrovicën, thashë them. Unë kam qenë në Leposavić, mos gabofsha ministri i parë, tash edhe integrim, edhe kjo reflekton edhe integrim territorial të Kosovës. Para disa mujve, tash s'po di sa muj, problemet e kryetarëve të komunave të veriut, cilët realisht do javë vinë në Prishtinë, qoftë Ministri Pushtetit Lokal, qoftë ministri tjera relevante, janë të njëjta si problemet e kryetarëve të komunave si Tati Dragashit, si në Kamenit, si në Viti, si aty në Leposavić. Buxhet, paga më të mira, më shumë investime kapitale. Çka po du me thonë që çajo ideja që po ndahet Kosova me krijimin e komunave të reja nuk që e drejt, edhe po mendoj që edhe asociacioni nuk ka me qenë e drejt, kështu si po prezantojnë tjerë. Një çështje që po tingëllon. Me mira krejt saj është që gjykata kushtetuese ka me qenë pjesë përbërse e çfarë do zhvillimi edhe monitoruese çfarë do zhvillimi deri në themelimin e tij. Mos themi qeveria. Hajde, nuk i besojmë qeverisë, po ka me qenë edhe gjykata kushtetuese ajo që fond ka me dhënë verdiktin e vet. Prandaj nuk e shoh ndaj problem të madh, është proces i cili ka me fillu pas këtyre dy temave cilat. A ju pengon fakti që ministrat serb në qeverinë Mustafa, zëvendës kryeministri, duket qartaz që ai më shumë jep përgjegjësi qeverisë Beograd sa qeverisë tonë? Duket ashtu, por nuk është bash ashtu. Okay. Duket sepse nacionalizmat prodhojnë nacionalizm. Kur është ai që në partitë na prodhon si lloj nacionalizmi edhe prodhon me shumicë, edhe ata duan më duk mandej patriotik. Edhe shkojnë kanë njerë në Beograd ose diku e bojnë një foto, po kalusa. Është realisht shumica për tyre jo shumica, po plotësi i respektojnë vendimet e qeverisë, kryeministrit, raportojnë për detyrat e veta, edhe i ushtrojnë që ato përgjegjësi që kanë të rregulluar në mandatin e tyre kushtetues. Realisht çfarë do tjetër përbën shkelje kushtetuese, prandaj dinë edhe mandatin e tyre. Ishte një temë që kaloi para disa ditëve, rënimi ose jo i kishës ortodokse. Kryeministri Mustafa paraprakisht ka qenë kryetari i Prishtinës. A din ai statusin e kishës aktuale, pra a ka leje që kjo kisha, s'ka leje? Po tash s'po dia e den, po besoj që me siguri e den, se ka qenë pjesë e... Ju s'keni diskutuar në herë? Nuk e kemi diskutuar. Më thonë, kemi krejt që ka diskutuar din qeveri, ka qenë shqetësimi ky zëvendës kryeministrit, mandej edhe kryeministri ka folë, mos gabofsha pas asaj edhe disa për ministrave, që çfarë do telashe duhet zgjidhet përmes, mos themi dialogut, si tani edhe të prukje puna dialog, po përmes koordinimit edhe mirëkuptimit. Tash, të këto tema tjera, na jena të përgatitun dhe një farmose. Aja që nuk jemi të përgatitun është temat e qeverisë, pra kur se përcjell më qeverinë. Na po i kam dy pyetje, që realisht nuk e dija janë domenit tanë për shkak që dina me folshëm për demarkacion. Skema veteranëve. A jeni marrë me këtë çështje, pra me veteranët dhe pensionet e tyre? Kto jemi marrë e mira gjithsej është që vitin e kaluar ka fillu, pas sa viteve ka fillu të implementohet. Po ka vrejtje shumë pe... Ka vrejtje, edhe pe publikut, edhe pe FMN-s, edhe pe FMN, edhe për këtë faktorin ndërkombëtar. Edhe situata me të vërtetë është serioze. Po. Por nuk po mundu me bisedu për këtë temë se në hijet të temave të mëdha që po prodhojnë shumë. Sa janë tash? 60.000, sa janë? Tash. Qofse bëm vetë një shkurtimisht, gjatë hartimit të buxhetit për veteranë cilët potencialisht kishin me gëzu drejtën për penzion, ligji e parashet që ata nuk kanë të hyra. Domethënë veteranë cilët nuk punojnë askund, nuk kanë të hyra, kanë drejt me marrë këtë penzion. Po të veçën ka kaç përdorin këtë sen. A është diçka. Vetë dashja më shpjegoj që ne kur i kemi hartu numrat, ne si qeveri, ne kemi bazu numrat në të dhënat cilat i ka ofruar Komisioni Qeveritar që ka bën njohjen edhe verifikimin e këtij. 60.000. Kur ne kemi marrë dhënat fillestare, kanë thonë që dikur edhe 12.000 deri në 14.000 sipas aplikacioneve, sepse secili veteran ka pas një aplikacion e dokumente shtesë me vërtetu rolin e tij. Sipas aplikacioneve, dikur edhe 12.000, 14.000
nuk kanë tyra. Ne kemi kalkulu buxhetin me 14.000. Kemi fillu me 12.000, kemi dash me shkum të sigurt, kemi bërë me 13.000 ditën e fundit. Ditën e fundit unë vetë me ministrin financa, edhe me anëtarët e komisionit, kemi thonë shkojna me 14.000 veç me qenë sigurt, edhe kemi vendos 25, 26 milion, cili e mbulon, edhe kemi fillu me ata. Çka ka ndodhur është se kur ka fillu procesi i aplikimit, dhona nga tereni është që edhe një numër përpos që suprit numri për 60.000. Në total 50 e diçka mijë, një numër i madh i tyre edhe kanë lënë vendet e punës. Na kemi pas një frikë ose një lloj sugjerimi edhe nga FMN edhe nga tjerë që ata që i kanë punë, që punojnë paga rreth 200-250 edhe kanë me tentu me lënë vendin e punës, që madje me kalun informalitet. Kjo ka qenë frika, por madje dhona tregojnë që edhe me paga të mira, relativisht mira, e kanë shu vendin e punës. Po se po në nxezën manena. Po në nxezën. Domethënë dami është i shumë fesht. Tani jemi me një situatë shumë serioze. Po do ka edhe kushëzimi me gjatë. Kushëzimi i FMN-s është që kjo duhet të rregullohet. Kur ata thonë duhet të rregullohet, duhet me thonë duhet ndahet një buxhet shumë i afërt me ato që kemi marrë vesh, sepse prishet programi me FMN-n. Kur programi me FMN-n prishet, programi MCC-s automatikisht bjen. MCC-ja është diçka e re për Kosovën, është një program, është 100 miliona, aty grante, nuk janë kredi, ato janë grante të cilat asa jemi të zot ne me hartu projekte të mira, aq kanë me na dhonë. Do me thonë, ekziston një farë kufiri 700 milion, por qose jemi të zot na mundëm i marë 500 milion dollar. Mi fut një ekonomi si kërë jona. Ekonomi, projekte, në energji, në telekomunikacion, në shëndetësi, kudo që na bjen, në bujqësi, kudo që na bjen mend që di me hartu edhe ka nevojë. Prandaj, me ramin e programit FMN-s, bjen edhe programi MCC-s. Edhe kjo na është bëhet qartë, shumë e qartë, edhe nga Nullan, po mos gabofsh edhe nga Biden. Qysh do të përmbyllet kjo me FMN, me veteran? Thash të them, nuk është e tëra. Ne kemi marrë shkresa edhe nga Bergji, edhe nga Banka e Investimeve Evropiane. Këto marrëveshjet e fundit qeverisë që kanë kaluar në kuvent, që kanë bëjë me hua, zgjerimi rrugëve, autostrada, pajisje mjekësore, gjitha bin ujë qofse bjen programi FMN-s. Edhe një që se kom di deri javën e kalume, po kjo vetëm se çka flitet kuluareve, nuk është zyrtare, është që mundet edhe Komisioni Evropian me na kurzu fondet me këta. Do të thonë jemi në situatë shumë serioze. Kjo komike në pejonës tonë. Kjo është komike edhe... Unë kam një djalë që Shoko Basku është ushtar, edhe i cili më tregon mu, thot, unë po trajnona kur bisha tjertë, që në fut në listat që kur në luftë si në kanë është. Pra na i aty dosh me rajt edhe vetën, me rajt edhe tjertë. Realisht qashtë. Na përmashtrojmë vetën, përmashtrojmë tjertë, gjithë po edhim. Ku jënë kanë 60.000 vetë aty ty luftu? Jemi para një situatë ku duhet me vendosë shumë shpejt. Më çështje javësh. Është çështje javësh sepse mbledhja ashme e bordit FMN-s është gjatë tetorit. Edhe ministri financave ka me shku me raportu atje këto ditë, nuk e di bashku, po këto ditë. Na duhet me reagu shpejt. Jo shumë teori, shumë ide që përgatiten, por edhe këto duhen më bë në koordinim mas pari partner të koalicionit, sepse mundet me nënkuptu edhe ndryshim të ligjit. Ashtë i gatshëm, në fakt partneri koalicionit ka ma shumë këto hisë me diskutu për këtë çështje. Po, me shoqatat e dola nga luftat, me gjitha këshillat ose organizatat që i mbrojnë për krajnë ata, gjendet një formulë. Jonë disa ide, se si mu trajtu kjo, ka ide si duhet mu caktu me mosh, okej, këj penzion është, po kur në ish luftetari që këse arin këtë mosh, ka që i tipen grante për ata që dojnë vullnetarisht mu tërhek, FMN e ka sjell disa ide, ku thët, kjo ka me qenë penzione, deri në shumën kur kaq mjete një veterani tërhek. Me thonë, kaq mijë euro, mos përmend disa, po janë disa. Ka shumë ide cilat duhen mu ul, mu diskutu edhe realisht jemi shumë presion kohës. Kemi të bëjmë me 100 milion euro cilat i rrezikojmë. Po të se planetohet dikun, nëse vazhdojt me këtë skem, dikun 100 milion euro në vit shkojnë. Ashtu. Do me thonë, ne për momentin, ashtu si që thashe, kemi planifiku si ministri për buxhet 25-6 milion, i kemi siguru dhe e kemi fillu proceset, se kemi mendu që me kaq e mbyllim, plus disa milion është rregull, se cilat skem, kur fillon fund vitit ose pas 2 viteve shkon edhe disa milion. Jo, plus 5 fish. Po, por me ato jemi mësu, nuk është telashe e madhe.
çka ka ndodhur në shtator, në pagesa shtatorit është se 25 i kemi pas, 7 i kemi marrë ekstra milion në rishikim, tani në shtator ne kemi pas mungesë prej më pak se rreth 1 pikë diçka milion. Për pagesë të shtatorit, e cila duhet realisht ndodh këtë javë. Po. Nuk ka ndodhur pagesa, sepse unë si ministër kam kërkuar nga Ministria e Financave mjete shtesë për 1.5 milion, cilat përpres me mua aloku në lidhjen e ashme qeverisë. Që me mbulu minusin për këtë muaj. Këtë muaj kemi 28.000 e pak, që i bje 2 fishim prej buxhetit që kemi pas, po me trendin që në fatkeqësisht na ka uzu FMN, edhe ka thonë që kështu po shkoni. Edhe fillimisht kur e kemi nisë, ne mendojmë që dikur rreth 35 deri në 40.000 do të aplikojnë këtë trend, bazë numrit përgjithshëm që i kanë marrë, dhe po flasim për një buxhet prej çashtot. Kthehemi edhe pak te pensionet. Pra, unë po shoh abuzimet skajshme me pensione. Ata që kanë punuar në Gjermani, që është një numër i madh, ata që s'kanë jetuar në Kosovë hiç, po vinë për shteteve tjera po tërheqen. A ka mundësi që të pore mas më na u vjedh, pra a ka një filter që dëni me po? Jemi të punu edhe realisht tër ky vet ka rezultuar. Ai një vetë dishëm për sasinë e madhe të mjeteve jo meritore që dalin. Ashtu. Që kishin nuk është skema sociale, si diçka. Kudo qoftë. Qoftë në kërë, qoftë fonde për koncept. Po jo ai që ka pension 2.000 euro për Gjermanisë, me marrë dhe që ato 70 euro, 100 euro. Tu u trashëgu një kulturë ku gjithë shka njerës presin për shtetit. Realisht shtetit duhet me ndërhy në ata që janë ma keq, por kultura, ishtë sistemi komuniste ka bërë që njerës të aplikojnë shumë skema edhe pse nuk janë meritor. Mos me zgjatë vitën e kaluar në bazë analizave në kom zirë disa uzime që i kufizën këto skema. Një është se për cilën edhe jam pa dit nga ish ministri Rashiq në gjykatë kushtetuese, se po kërkoj shumë dokumente nga pensionistët, posaçërisht nga pensioni bazë, se realisht ai ka cilësuar diskriminuese, që nuk është diskriminuese, është realisht është skemë, cilën ose dokument cilën ne kemi ratu si ministri, ku kërkojmë dokumente shtesë që dikush me vërtetu shtetësinë edhe me banimin në Kosovë dhe mos me marrë atë pension. Çka ndodh ose çka ka ndodhur praktik është se ditën kur mirët pensioni ne shohim shumë qytetarë që kanë një letë njoftim të Kosovës në pika tona kufitare që vinë vetëm me nxirr atë pension edhe kthehen nesërmën në vendet e tyre. Po flas për gjitha vendet e regionit. Po në Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Turqisë, pension turizëm. Çfarë kanë bërë? Këto kemi fillu me ndalu nga janari, sepse mu kanë dash disa muaj edhe analiza edhe me marrë vendimin, edhe si vjet vetëm me një skemë ne shohim diku rreth 15.000, jo si vjet, po deri tani se çdo muaj lexoj raportet, 15.000 qytetarë që i kanë qenë më pak se sa trendi natyrshëm. Ne deri në gusht kemi suspendu 30.000 pensionistë ndryshëm, cilët në ditën e aplikimit, sepse këto qytetarët aplikojnë çdo vit, edhe çdo ditë. Edhe tash kur vjen me apliku, ne kërkojmë dokumente që më vërtetu këto. Po për rreziku është ora kredibiliteti i dokumenteve tona, pra. Po diku rreth 30.000 i kemi suspendu. Ata që kanë punuar në Gjermani, në Zvicër, shoqyrë që kanë punuar dhe kanë bërë mirë që kanë punuar dhe kanë ndihmuar familjet e tyre. Nuk ka bëj vetëm ata, ka të bëjë edhe vendeve të regionit. Po kemi ndëgjuar që vinë prej Serbia dhe marrin këtu edhe vinë edhe prej Turqisë. Edhe prej Turqisë. Po. Vim prej gjithka. Edhe ne po mendojmë që ne si shtet në ndërtim e sipër, në forcim e sipër, nuk e kemi luksin me dhonë këtë pensionin bazë. Po folim për pension bazë, posaçërisht i cili sa është 75, i cili nuk është pension kontributiv, nuk është meritor, është një pension i mirë, po flasim është shumë skeme mirë sepse i prek posaçërisht gratë në zona rurale, cilat s'kan mujt me punu, kanë punu në bujqësi, s'kan mujt me kursy dhe tani shteti pi dendim. Por kjo të abuzohet nga qytetarë cilët një mënyrë ose ndryshe e kanë zirë një njoftim të Kosovës, pas luftës, në kotun mikut, edhe ta në vinë të marrin këtë pension pa e shpenzu as një euro në Kosovë, ose pa kontribu në pension në sistemin të taksave të Kosovës, as me 1 euro të ekonomisë Kosovës, të marrin kjo është e pa drejtë. Edhe ne këto pësynoj me ndalu, edhe të gjitha statistikat për si vjet janë jo pozitive, po 8 pozitive. Po flasim për dikur rreth 30.000 suspendum, cilët kanë afat, do të thonë me sjell dokumenta me vërtetu nëse jetojnë nëse s'jetojnë këto, por disa mijë, mos flas sa definitivisht kanë heqë dorë se kanë pa që s'munën me dëshmu që jetojnë ose kanë tyra ose kanë prona ose çfarë do forme. Nëse fatkeqësisht informatat pej familjarëve të mi që janë të shqetësuar edhe vazhdojnë në matutje njerëz
edhe që jetojnë këtu që se meritojnë që jetojnë dikon jashtë. Kjo nuk është realisht nuk ka penzion. Ne po mendojmë me ligjin cilën do ta kalojmë qeveri këtë edhe me ndrua emrin. Jo penzion bazik, po në farë lloj asistencë e pleqërisë. Tash nuk është e drejtë që dikush që jeton me një X shtet me marr mijëra euro me marr dhe një asistencë në vendin tjetër. Kjo nuk ndodh kurrë në Evropë, realisht s'ka më ndodh as tena. Çka është edhe ma thellë kështu në pimpamje filozofike, le të themi politike, këtë lloj skeme në disa vendet e Evropës, jo gjithë e kanë. Në shumë vendet e Evropës u kapitalizmi i pasër nëse nuk e kërsy, nuk qojnë hallin fort shteti. Ato vendet që e kanë, këtë lloj skeme e kurzojnë që ai pensionist ose ai moshuar i cili e merr këtë pension të jetoj së paku 30 vite ose 20 ose 40 vite të fundit të jetoj aty mandej me marr këtë pension. Prandaj ne kemi qenë shumë liberal, gjatë hartimit ligjeve, se ka qenë pjesë e shtrembërtimit, shumë ligje kanë ngalu shpejt edhe ka pas shumë zrastëra ligjore, ne këto rregullojmë. Kjo po merr kohë, por sadopak vendosim në vend këto Jemi këtë në fund, ai po sondazhet e fundit të partive politike ishit në vendin e tretë si subjekt politik. Po mendoj që edhe publiku i ka pa që kanë qenë porositura për një subjekti politik. Mu që kam befason fakti është që kur i porosit edhe i pagum pëse mos me qitë vetën të paren. Nashta kanë vitë me qitë vetën të paren, po hajde kanë qitë dytën me tokë ma kredibil ma serios. Krejt kësaj ne nuk e kemi parë sondash, nuk ka qenë web faqe të kompanisë, nuk është diskutu, tani po dihet kush ka qenë ai që ka urdhëruar, nuk e dim mostrën, nuk e dim pyetësorin, a ka qenë pyetje suggestive, edhe realisht nuk e kisha qytë sondazh, por më shumë montazh. A keni bojë të mbrëmshme ndonjëherë për nevojat juaja? Bojmë kohë mas kohe. Qoftë sondazhe, qoftë fokus grupe, edhe i përcjellim trendet që ka mendojmë edhe tentojmë me reagu. Qysh janë trendet për LDK-n? Po mirë, për momentin janë okej. Ka një përkrahje breshme edhe të forcuar, po flasim shumë të lirë tash. Edhe mision ka pas një farloj shqetësimi kur është bo ky koalicion, në mujtë e parë, po ka ndryshuar ajo gjendje shumë. Kështu që besoj që jemi në konsolidim e sipër që zgjedhjet tashme dalim partia e parë. Apo gjujnë me vo? Jo, kohëve të fundit jo. Aha, a ki mbrojtje të shtëpia? Jo, ka qenë vetëm gjatë asaj javës kur ka qenë votimi, policia ka rritë masat. Tash ka morë vëmendin Bajrami, për më duke. Bajrami për manë Bajrakën, në sakune. Arban, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit edhe juve për mundësi. Shikoj zdruar natën e mirë, shihemi nesër.